Kretë pse je kthy. Edhe këtu është katastrofë, këtu s'ka kur gjë. Edhe Brooklyn pagun 4.500 euro banesën. Me bu musmu, mos me pas sigurim anaj sen, bankrët qëtë. Dhamin me shku me ndresh, në shkova, më zim ke dhami vlla, kur dhem dhami s'ki qka si student. Po shkoj tha me ta ndresh këtë rajen, edhe sa du të me ta hekat rajen, rrut kanella, që shi thojnë, tha kushton $4.600. E unë thash, sa është me hek, dhamin krejt. Dhe në tha, është $200, thash, heke. Se kom qenë student, edhe në prind, unë nënë arsimtare, babin profesore kom pas, s'kena pas kushte, unë në Amerikë me jetu luks, edhe në kështu që kur kom shku aty s'kom pas kur gjëmen. Tu shkon që ku e ki falë. Falë, 2 euro të pagun, edhe në të ndrejsh damin. Shkova të mu gjojt njoni, me mly pare, me mvjedh, me mes qytetit, apo kupton. Se vendose me lonë Amerikën, me orë në Kosovë, se zakonisht aspiratat, disponimi i njerëzve është që do të me ik, do të... Përdin me çfarë probleme përballën me të migrimit masiv, do me thonë njerëzve, çka të shtyti ty me orë në Kosovë, edhe bashkë me dashërën, edhe me mu stacionu këto, edhe me ble pron këto, edhe potencialisht me kriju familje që çdo që i keni plan. Njerëz qërët, më do këtë ka do që shkon në botë, e ki pak që ja bën vetës, edhe me shku edhe në Amerikë, pam që i ka të vetat, edhe ndojën sene shumë të mira, ati është një farë standard jetës, një farë kualiteti, po s'ka spontanitet. Po të tjerë dhe sot, edhe qeh që ku jena. Kjo është e pamundër. S'ka shans, nuk ka shans, nuk ndodh një sen i tillë, duhet me ta që unë një calendar invite, apo dhe një thirrje në kalendar, me email, me ta caktu kohën, edhe është shumë një dinamik tjetër, që është ma e vështirë, është edhe çmimet janë shumë ma papërballueshme, jeta është shumë ma e shtrejt, edhe ti mund është me fitu për shembull edhe $100.000 në vit, edhe me jetu New York City, edhe me pas problem me pas edhe me ble çka dush, edhe me pas shumë vështirë. Po me hangër, duhet me kursy, edhe ndosh me hangër në shtëpi. S'mun është po. Do me thonë gjithë qka krejt këto senet qoftë ma të vogla të shpenzime, do të me i kalkulu mirë. Po që një shok jam, jeton aty, Ku? New York City, tamam Brooklyn. Brooklyn pagun 4.500 euro banesën. Qiran. Mujen. So metra katror? Mujen, është një dhomë me gjys. Po këtan 4.500 është shumë. Mandej aty qka është seni maj keq, me bu musmu, mos me pas sigurim anaj sen, bankrët qëtë. Në bankrët dhamin me shku me ndresh, në shkova, më zim ke dhami vlla, kur dhem dhami s'ki qka si student, po shkoj tha me ta ndresh këtë rajen, edhe sa du të me ta hekat rajen, rrut kanella, që shi thojnë, tha kushton $4.600. E unë thash, sa është me hek, dhamin krejt, dhe në tha është $200, thash heke. Se kom qenë student, edhe në prind, unë nënë arsimtare, babin profesore kom pas, s'kena pas kushte, unë në Amerikë me jetu luks, edhe në kështu që kur kom shku aty s'kom pas kur gjëmen. Edhe në shumë pak për krahje, o doft vetë mi gjithë, o doft me hek dhamin, se s'kom pas pare me pagu. Me hevden, se $4.800, kush, edhe në këtu shkon që ku e ki falë. Falë, 2 euro të pagun, edhe në të ndrejsh damin. E kështu që na jena mësu pak, jena lasdru, se kena pa botën jashtë. Njerës që shkojnë, tregojnë, pyte diasporën, jënë do shumë të frustru me Kosovën, i kuptaj. Ka arsye pse mu frustru, po jënë do... Ishe 100 mira, do me thonë tjera, cilat i ke po që nuk i ki... Këtu e ki shoqnin, e ki familjen, e ki shqipnin afer, dhe ndyqysh me pas në deti... 3 orë. Me në 3 orë ti po shkon deti. Në New York unë e asnjëherë s'kom qenë deti. Unë kom jetu aty një kohë shumë gjatë. Edhe s'kom qenë deti se me shku në deti është shumë shtrejt. Ka hapësira, edhe do ishuj, do kështu po dush me njoft dikon. S'mka ra. Po, da, dhe s'mka ra. Që shukon rutina jote njeri, a u konë, do me thonë, gjithë qka robotike kështu, gjithë qka me plan javor, a ti the, spontaniteti po thuj se nuk ekziston. Po, është ma vështirë. Unë kom studiu mas pari, kom shku në shkollë mesme në Amerikë, një exchange program. Edhe aty më kanë shku në Kaliforni, kjo këtë storin veti, po kur kom shku në kom lyp një familje, se kom net në familje, një familje pa qaj.
se jom tut pi qeve njerë në Prishtinë, edhe qysh ka qenë brek dillit gjithë mjekëshin qaj, s'kom dash qaj, më kanë qu me një familje me 11 qaj, men. Edhe kom qenë mes shkretines, kur thush Kaliforniti, me në Los Angeles, San Francisco, kom qenë shkretin. Kom qenë kërkaje shumë këtë botë tjetër, aty jo mësu pak me pa një pjesë të Amerikës që është nuk e shohim filma, edhe nuk e shohim qysh o krimi i nalt atje, edhe qysh është Prishtinë sa sigurt është, për shembull, Elli e dashur, Adel Hec, nuk tutët, këtu a ka marrë dikush edhe me vjedh, me kidnapu, edhe nuk... Frikat, shqetsimet, jeta vdekje gjithë ditë. New York, unë e New York qëtash, po më 2 metra, jom fizikisht jom okej, shkova të mu gjojt njoni, me mly pare, me mvjedh, mes qytetit, apo kupton? Edhe non-stop ki tylifar njerëz, tylifar droga, tylifar sfida, edhe jonë dosene që jënë të shtirë edhe atje, edhe nuk është lule dritë që shë menojnë. Kështu që siguria në Kosovë është shumë ma mirë, edhe se jashtë, e ki edhe senin tjetër që më pëlqen këtu njeri është qysh kjo kultura jonë për me qenë ofër, është na është duk ka pak, edhe si na tu mbledh qatë shumë, po mu mbledh mu bo bashkë, edhe për bajra me shku të tezja, të doja, po e ka një farë ndjenje që ta jep që ti je pjesë e diçkafit, edhe nuk je vishtu i bo pare do njerëzve që kanë shumë pare, edhe është një farë sistemi që është ma ndryshe. E qish po i do këtë dashërës njëri, Ellin e takum të i për najs, ke lumë të rëdëke kështu, qish po i do këtë qëfar perceptimi po e ka, so po dallon qysh e ka prit ajo, so po i do këtë kontradiktore me ato qysh e ka menu, qëfar first reaction, qysh e ka pas, kur keni ardhë? Po, na që 8 vjet jena tu ardhë këtu verës. Okej, sporadikisht, on and off, e ka dit paka shumë, okej. Vishherën e parë që ka ardhë, usmu se na jepi flija, jepi pite, jepi mantia, jepi kështu, janë nisi barki me dhimt, edhe ju bëjshin sytë verdh, dishka shumë qyditshëm. Po bre, edhe po shkojmë të doktori, edhe këtu në Kosovë të doktori, edhe doktori pekëshyr Ellin, po thot ti, pa e test, pa kur gjohesh, pekëshyr tha, ja e ki hepatitin A, ja e ki gurin idhës. Kjo tha, jo, tha, unë e kom simptomin e Gilberit, edhe në qëtë diçka, tha, jo, tha, njënën për qëtën, tha, edhe kjo tha, o doktorët në Amerikë në kanë tregu mu, edhe tha, o, sigurt për nëzirë atë ultrazonin për këshyr, edhe për shek gurin 3 cm njëse. Doktori vish kur e këshyri dashërën. E ajo të shku të doktorat në Amerike, ata vish shtyn ty si, edhe shumë ka qenë një përvoj për të që, wow, qysh e gjeti doktori minjerë që ka kom, edhe mas asaj doktori tha hajde minjerë dush me shku në operim se tu ka aj idhësa, edhe shko të qy kirur, edhe njeri kur shku ma ty ke shumë qëfar mirë pritje mas pare, edhe kjo një Amerikane, na shqiptarët pak i dojmë Amerikanë si shumë, ajo edhe ne bonën operacion, ja hekën idhësën krejt, edhe bilion e thëmë që pi që ka ardhë herën e parë një pjesë e Ellit gjithë ka mitë këtu. Ilsja. Okej. E që ajo, adin që kjo sa ngrohtë e kanë me presin edhe i folin njerëz edhe kujdesin që është diçka që kjo se ka prit që shqiptarët e kanë që të sen, edhe mirë pritja njeri, është diçka që na nuk e dim këtë sen, po qysh është të sa kujdesëm. Dojnë me dojnë njerë në Amerikë. Po dhe dojnë me dalë, edhe njerë që dojnë me dalë, unë si fajsoj, men, dil, këqyre, po unë që ka i thras, ata me bo është me këqyr qysh me kontribu mrapa, se Kosova ka nevoj për krejt neve, kujdesu për vetën, për kuptoj, shkoj jashtë, provo senin, ndështë ta bo pare, gjeja qarën, po këtheu në Kosovë, kontribo, edhe në këshyre maj që atë lidhjen edhe këshyre qysh me promovu Kosovën se veç ajo në ka metë. Kështu që s'kam faj njerës që dojnë me dalë, po do të me ditë që këtë vend i ka plot senet mira, e di që ka shumë njerës të frustru men, edhe qëtu po du me dalë në fund, na do të më mësu paka shumë qysh që realiteti jonë është shumë për mendimeve tona men.
çka mendojmë, çfarë emocione kena, trauma që kena, do të pak me punu me veti, men. Se do njerëz për shumë me Lamborghina në qytet, ftyrën lëm, nervoz, peshe një farë ego, katastrofë, ishe do në traktora, adin ashtu të kesh, edhe adin që të tregon që lumëtëria nuk është në sene materiale, adin lumëtëria diçka që duhet me punu me vetën, me këshyr pak, adin qysh me u qa seneve, adin qysh me ndru do storje na viktim këtu s'po bënë, adin që kjo ka qenë një për seneve ma të shtira mu këthy këtu, se kretë pse je këthy, adin, këtu është katastrofë, këtu s'ka kërgjë, adin, adin qysh ka dole me njëre, adin, këtu ka shumë sene, po ndështë asi tu i vlerësu. Edhe qajo është një farë ndryshimi që njerëzve në heri thot, wow, adin, pse që e ki gërmin, veç një gërmi e kena, një dera, po shkon. Valla jo, nuk shkohet aty, a ke po bërdhogën, hajde pëndreqim. Adin, dyqysh, ka sene shumë e bo, po mentaliteti pak në ka bo një farë si, një farë lup, që i thoi, një farë rethi që jo të usil. Qashtu, diçka tjetër e qatë nervozën, e qatë pak në atësin, jena gjithu e qitë jashtë, po na muj me ndru trakën, që me bo qatë qëto sfidat me na inspiru me bo diçka ma mirë. Adin që ta do të punë me vete pak, me bo që s'pebojmë sa do të edhe na vynë hapsira për që të sem. E vërtet, mentar të falenderoj jashtëzakonisht shumë për muhabetin mas pari, për mikpritjen që na prune mrena, pinëm kafe, ambient fantastik të falenderoj shumë. Njerëz, qika që prej meje, prej Garden Buildings, po Zhegu Brothers, e cila nuk merret veç me ndërtime banesore, e kum përmend vazhdimisht edhe lagjën Bargu i Blert, e cila është 10 minuta larg qendrës prej qytetit, 10 minuta në kom, po foli superqasje në trafikon urban edhe në krejt arterjet e qytetit. Siguroni me vizitu, para se me kqyr opsioni, ju sidomos diasporës që dëni me investu në patundshmëri, para se me kqyr kejt opsionet, vizitojeni Spari po Zhegun, mas ne i vendosni. S'po dhom vendosni për po Zhegun, veç gjithqysh konsiderojeni si opcion, mi kqyr opsionet të, për shkak se i keni ofertet të i për të vëliqme, për ndryshon jëm Burim Pacolli, ku do që jeni ju prezent, krejt platformat, rjetet sociale jëm edhe one prezent, siguroni me ma bo follow.